Kurti kërkon hetim për exit pollet e 12 tetorit. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje, njëkohësisht kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka kërkuar hetime për kompani që sipas exit polleve të tyre u ahoqën rezultati të zgjedhjeve të djeshme lokale në Mitrovic. Ai i ftoi organet e drejtësisë dhe sigurisë që të merren me këtë çështje, tha se nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje. Ajo që ka ndodhi me 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. Kurti tha se ato huqje kanë cenuar zgjedhjet e lira dhe integritetin e sigurinë e shtetit. I ftoi organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje.